ftuar në studio është këngëtarja Zergjina Asana. Je dashur, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Si je sot? Mirë, si nga rruga. Nga Shqipëria direkt këtu. Me njëra rrita mirë rritur, po. A patën ai vështirësi gjatë rrugës? Jo, shqyr zotit jo. Vetëm piva, ndalova pak piva ujë. Mora frymë dhe në Prishtinë. Unë të Zergjina, ku je zemra thotë ja, po marr pak ujë, po kemi edhe brenda rreth. Tonë ata që ndalën me marrë ujë s'kthehen marrin këto. Mos me gastile bëre ti bën? Jo. Okej. A vjen shpesh hiç kësaj dhe kahna jo? Jo, në fakt është hera e parë për mua në Prishtinë për festivalin, por sinqerisht Prishtina më ka pëlqyer shumë. Po s'ke pa diçka sa erdhe ti prit. Jo, ishte edhe provë javës kaluar nëse nuk gaboj, ka qenë edhe java kaluar. Okej, do të thonë ti pas ke ardhur javën e kaluar pas ke pa. Po, edhe ajo asnjëherë s'ke ardhur. ardhur. Parë ka qenë shumë pozitive, kështu që 29 vite të jetës tonë ne duhet me shku atje, ne kemi shku atje. Edhe me Durrës, edhe me Vlorës. Po kemi malet. Jo, megjithatë, ka turistë të Shqipërisë që bëhet shumë qefi, sidomos të turizmin malor. Ne kemi zhvilluar me malet e Brezovicës edhe me malet e Rrugovës. Po, kemi pranuar që komo parë, si, për të kaluar dhe pushime dimërore, po në Brezovicë dhe në Bog. Okej. Mirë. Ne shkojmë verës atje, kjo ka rëndësi. Arsyeja e ftesës që të bëm, faleminderit. Arsyeja e ftesës që të bëm është që ne të flasim pak për festivalin e këngës RTK, që je pjesëmarrëse. Ti do të thonë ke studiu muzikën. Po. Je merr me muzikë shumë vogël. Po. Ligjeron apo s'është shkollë muzikës apo më rëndësi ti ligjeron, je para nxënësve. Jam mësuese në një shkollë, jap muzikë dhe artin pamor. Kam studiuar te liceu artistik Jordan Nisja në Tiranë, më pas Akademinë e Arteve dhe më pas masterin shkencor për kanto edhe mësuesi. Po diçka, po më duket që si ke nejt shumë gati këngës ti. Po në fakt se mori rrjedha rrugës edhe u ndala edhe një çik tek aktrimi, pasionet e vegjelisë. Edhe kështu nisi, domethënë gjëja, me konkurse të ndryshme, zbulova dhe pjesën e aktrimit, edhe kështu nisa më pas, kam punuar që 15 vjeç diku në Alpazar, nëse keni ndjekur, në Vision Plus, më pas në Kalifornia dhe pastaj për 3 vite gjys në Portokalli. Teshat e policës nuk e ke marrë me këtë. Jo, i kam lënë. Nuk ti ajo policia më flet bizeza në Portokalli. Që rreth ishte. Më fakt kanë qenë disa role, kam patur edhe Mrikën, ka qenë një vajzë që çfarë do të thonë gjithmonë kur fliste, ajo e thoshte çdo gjë me këngë, duke kënduar. Kanë qenë bashkëpunime të ndryshme me personazhe të tjerë aty. Mund të them që ka qenë një eksperiencë që më ka rritur shumë, domethënë veç që t'la muzikën pak anash. Se kështu ti u rrite, u bëre njohur. Në fakt po, edhe është rikthyer. Jam rikthyer, edhe ka qenë edhe kënga pres, domethënë bashkëpunimi me Jetmirin është kompozitori i këngës. Ka qenë diçka shumë rastësore, nuk ishte një gjë e mirë menduar për festival. Unë përveç trimit, kam patur edhe disa eksperjenca si dublante e filmave vizatimor, edhe Jetmiri më thret në studio thjesht për të bërë një dublim të Mifit, është një serial i ri, dhe kështu aty nisi, domethënë gjëja. Zergjina që po bën për muzikën, dua ta nis diku, po s'di se ku, domethënë gjëra edhe kështu nisi kënga. E ky dublimi si po bëhet, ky përkthimi shqip me za këtyre filmave të vizatuar, është pak e vështirë ajo se bashkë kam menduar se si bëhet. Nëse e ke pasion, nuk është e vështirë fare. Përkundër mua më pëlqen shumë. Normalisht do të kesh një dikcion shumë të mirë. Edhe kështu, jam e dorën. Se me shpreh një emocion, një fjali brenda këtyre sekondave që duhet me thonë. Duhet sepse duhet të përkoj zëri me mimikën e kukullës, që është problem pak veç. Mësohesh rrugën. Kur ishim më rej ka bëu tani sepse jo tash në këto gjërat më serioze tani me muzikë, Edhe kënga pres titullohet pjesë e këtij edicionit të festivalit. Kë e pret ti në këtë këngë? E di që do ma bëni të pyet. Në fakt kënga nuk është se ka qenë, siç e përmenda edhe pak më herët, nuk është se ka qenë diçka e mirë menduar dhe një këngë e bërë enkas për mua. Ka një histori kënga që ndoshta do ta tregojmë pak më vonë bashkë me kompozitorin e këngës. Por le të them që
Kënga Pres është një balad për të gjithë zemrat dhe për virtytin e bukur që për këto zemrat që din të presin dhe tregojnë që në fund të ditës gjithçka që na mban gjallë është dashuria. Kënaqësia të qenë dy. Kjo është mesazhi që si më thënë kënga përçon tek uroj që ta përçoj tek dëgjuesi. Secili ta gjej veten aty brenda. Siç e the, kënaqësia për më qenë 2, frika mos po bëhemi 3, të mirë mos po mbesim vet. Është një famshme grupit Morrison, të vokalistit frontmanit Douglas Morrison James. Në fakt ka dhe diçka, se kënga Pres nuk është domethënë thjesht dedikuar dashurisë, po themi për pjesën e një çifti. Thënë është më gjithë përfshirëse, po themi, është dashuria edhe një biri për nënën që mund t'i mungoj, ose ku di unë, dashuria për prindrit, për një mik apo për dikë të dashur që ti të mungon shumë. Dhe ne prandaj kemi lënë kështu të hapur që secili që e dëgjon këtë këngë ta gjej veten diku aty brenda dhe ta di ai se kujt ja dedikon këngën. Njëri për njerëzit të anë të kulturës në Shqipëri thotë dashuria të sinqertë pa kushte është dashuria kashi nanës, ose dashuria e nanës kashi fëmijëve. Dhe jam shumë dakord me. Mirë, prova e parë si shkoi që mbajti javën e kaluar? Kisha shumë emocione. Normal. Shumë fare, domethënë ishte ky rikthimi në muzikë dhe realisht për mua është si një ëndër që po bëhet e nxjerrë nga sirtari dhe po me zë përpres që të realizohet edhe me zotin para isha po shkon sa më mirë kjo gjëja. Domethënë jam duke përjetuar shumë mirë me shumë emocione, nëse sa emocionet janë të pandashme, nuk ka lidhje se sa herë ke dalë në skenë apo sa herë të ke nisur. Mendoj që arti pa emocion nuk është i gjallë, sidomos muzika. Kështu që e kam ndjer deri në qeliz atë provën e parë. Sa mirë, sot do ta kesh provën e dytë. Në orën 15:30 po më duket. E di që do kem prapë emocione, po janë emocione që nuk më përshin punë. Jam në emocione shumë të bukura që është kënaqësi ti kesh. Duke për provat ka qenë një orkestër kaq profesioniste, ha? Patjetër. Domethënë është për të vlerësuar e gjithë puna edhe dedikimi që është bërë për festivalin. Çfarë të sugjeruan në këto provat e para? Ata që ju kishin në mbikëqyrje. Po, në fakt dirigjenti, unë isha kështu, domethënë sa mbarova vajta direkt dhe i thash, "Ok, më thuaj vetëm kritikat që ke." Jo lëndatat. Po çfarë të di të rregulloj, domethënë që s'kam asnjë kritik, domethënë edhe e mora një kompliment, ishte një gjë shumë, domethënë e vlerësova shumë fakte, nuk e di nëse ma ka thënë sinqerisht apo thjesht nga fakti që edhe normalisht e lodhja bën të vetën edhe next këngëtari tjetër. Por që jam e sigurt që kanë qenë të sinqerta. E tash para mendoj skenën e madhe kur del. Po. Me zor po pres. Është data 6, ëh. Erdhën ditët, ëh. A ke menduar çka më vesh si më u duk? Kam menduar diçka, por shumë elegant? Po. Shumë mirë, se kamera e don shumë elegant. Absolutisht. Një gjë të thjeshtë, por edhe skenike, që skena ta të jetë një gjë serioze. Mendoj. Edhe po ne si vajzat që gjithmonë mendojmë diçka dhe në fund përfundojmë diçka tjetër. Uroj mos të përfundoj ashtu. Por që e kam diçka të menduar në kokë, po. Mirë. Të ndihmuar në këtë drejtim nga ndonjë designer, mode, ku i dihet unë? Jo. Sugjerim nga dikush, jo? Jo, në fakt të kisha disa ide dhe koncepte që në momentin e parë që unë e kam dëgjuar këngën dhe fillova të mendoj edhe për pjesën e veshjes dhe për skenografin. Kam dërguar edhe një mendim timin që nuk e di sa do merret parasysh, për pjesën e skenografisë edhe besoj se do jetë diçka shumë e bukur. Vjen shumë mirë. E me aktrimin, a je ka vazhdon ende? A je ende në Portokalli ajo? Jo. Për momentin jam tërhequr, s'bën dot gjitha. S'mundesh me arrit. Për të gjitha. Thënë të bësh një gjë mirë dhe ta çosh deri në fund. Për momentin kemi festivalin dhe jam shumë e lumtur që jam ku jam. Kryeni festivalin, e të shohim asnjë. Vesh eksperiencë mira. Shumë. Në duket interesant se sa bën serioze, sa qesh aty për aty, sa nxjerr një frazë interesante kjo. Prandaj përshtatshme për aktrim, ëh. Aktro pak në skenën e festivalit. Të shohim. Mundo me i kamuflu emocionet. Atë absolutisht, tash janë emocione të bukura, por ka një gjë. Unë jam shumë e vërtet në muzikë.
domethënë nuk ka aktroj dot. Domethënë jam në muzikë ndjej veten si një pasqyrë. Domethënë çfarë unë ndjej, më duket sikur e pasqyron. Po e pasqyroj tek të tjerët. Domethënë më gënjejnë syt, nuk aktroj dot në muzikë. Okej. Edhe gjithmonë jam mënduar ta ruaj edhe këtë balancën midis muzikës, aktrimit edhe asaj zërgjinës të thjesht familjare që është në jetën e saj të përditshme. Ka një balancë që unë jam munduar shumë ta ruaj. Edhe përpiqem. Qa po të shikoj se kretë këngëtarët të reja që keni ardhur në studio gjatë këtyre 2 javë po bëhen, nuk ju ka prek doktori ende fytyrën. Jo. Jeni kogja natyrale. Edhe prandaj thonë çmohet, vlerësohet naturaliteti, originaliteti. Po Kjo ku ka më rëndësi. bukur? jo, po më pushojnë syt, e din që po më pushojnë syt. Faleminderit shumë. Son se kam kuptu para një 12 vjetëve, një doktoresh kështu e estetikës ka qenë turke, tha ua, po më pushojnë syt, tha. Se atje ishin mësu, dhe më thënë, në Turqi me ma shumë qika të bome, po shprejna kështu popullorëshe. Edhe tash mu këtë ditë po më pushojnë syt, te këngëtarët e reja. Kjo është për të vlerësuar. Po për Sidomos zotin, për sa mirë. Zotrin, sidomos për këngëtarët. Se po kam e reja, shumë frikë po. këngëtarët e reja, qikat e reja që po e prekin fytyrën me këto botoksa e filera, mbushjet që po i bëjnë tash në 20 vjet. Para meno kur ti bën 45, çka bëhet me fytyrën e saj? Gjithë ata muskuj rritën, zgjerohen fytyra. Është Nuk e di. vërtet, është vërtet. Se dolëm jashtë me po. Ska gjë, Dhe që ty të pushojnë sy të kun. Po, edhe po shkëlqen. Prandaj pushova unë, prandaj pushova unë. Rroft naturaliteti. Rroft, vërtet Edhe në rroft. pjesën e parë të emisionit kur erdhi Kiara thu, "Ua, yll fare." Akoma pa nis emisioni. Mos nëse tash keni më marrë në sysh sot, kështu që mos. Tani thash dalë njëri vajza këto komplimente në adresën e njëra tjetrës. Jo, vetëm që thanë paraprakisht, po edhe kur nisëm transmetimin live, komplimente në adresën e njëra tjetrës. Ndasht. U fali. Po ka Ja, lezet, bash, vajza po. që komplimentojmë vajza, domethënë është shumë për të vlerësuar. Unë i komplimentoj valla se Edhe unë. se frenoj dot veten, e Jo, them kjo atë është që për të është. vlerësuar, kjo është për të vlerësuar. Mirë, Më kujtuat kështu një koment, një fransë të vajzave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në botën perëndimore, që ose brenda 24 orëve nuk merr një kompliment nga dikush, s'është puna mirë. ajo nuk është puna mirë. Jo mbrëme, do shkon para pasqyrë thotë, "Çfarë defekte pas kam unë që s'ma vari kush sot?" S'ma një kompliment. Ti ke marrë qysh mëngjes, ti ke zgjohet shumë herët. Ti ke marrë mëngjes komplimentet. Kanë përfunduar. Një dëgjuese prej Gjermanisë po na shkruan thotë shumë zë të ëmbël pas ke moje bekuar. Për ty është kjo. Faleminderit shumë, të përshëndes shumë. Edhe një kafe të ka. Më zën emocionet. Faleminderit shumë. A interesante edhe aktrimi, po më duket ti e don më shumë se sa muzikën, aktrimin. Jo. Ajo. Do të thënë janë paralel të dyja, por që muzika flet më shumë. Muzika më emocionon më shumë. A di pse mendova se i ke nejt pak më shumë gati aktrimit sa Në fakt ka muzikës? ardhur mundësia, nuk është se i kam vdekur gati, por thjesht do të thënë jam munduar të shfrytëzoj çdo mundësi që jeta më ka sjellë, si më thon. Duke u munduar ta shfrytëzoj për mirë. Edhe pastaj të merr një çika jo rrjedha, mos ta lë, hëse po shoh, hëse këtu, hëse kur ti jetë diçka serioze për pjesën e muzikës, edhe kështu kanë hikur vite. Po, a të kthehemi edhe një Po më festivalit duket kjo Ha? Vjoca Lapashtica kreatorja, po qesh me mua që i përmenda këto botoksat e filerat. Thotë kujdes se s'kam punë më pastaj thotë. Jo, ajo dizajnere e modës. Nuk Okej, është. të fustane, është për fustane për për veshje, fustane, për s'ka të bëj. Pyete, thua i presim sugjerim. Po, ja Zërgjin është i interesuar ty drejtori studiot. A për veshje. Më fal. Jo, po Ta shohim çka thotë. Prandaj tha Zërgjin se kujdi ta. Mendojmë për këtë momentet e fundit, a? Po, na ndryshojnë planet, kështu që nuk i di Me asnjëherë. knatësi thot. Faleminderit shumë. A je pres. sigurt? Po, patjetër. Mirë. To ka që live to kontratat? Jo, asnjëherë. Ja, shumë njësore. Edhe pak të aktrimi, a ke pa hiç aktrimin tek ne në Kosovë që bëhet? Se edhe në Portokalli ka pas aktor kosovar që kanë ardhur andej. Atë ka interesu mënyrën se si aktrojmë ne. Këto batutat, këto foret që i kemi ne. Se gjesh. Se s'di çfarë të them tani. Do të thosësh që pas ke pa. Jo, kam ndjekur, pa diskutim, kam ndjekur për pak. Domethënë. Veç një foret e mira i kemi, barcoletat e mira i kemi, hajgaret i kemi të mira. Po, normal, jeni edhe të ëmbël. Po. Kështu që Jemi. I kthejmë edhe një farë në fund të Festivalit, ha? festivalit, si u bë që ti të garosh,
për qenë pjesë e edicionit të tretë të festivalit. Ideja, vlerësimi i këngës që t'jesh mesin e 20 këngëtarëve, grupeve që janë pjesë e këtij festivali. Si që përmendate pak më herët, ishte një gjë shumë, do të thënë jo e mirë menduar, ishte shumë natyrshëm, thash shkova për një dublim kukullash dhe përfundova në festival të këngës. Është interesant, juve shkove për një dublim të më pastaj përfundove tek kënga. Po pjesëmarrja, garimi për edicionin e tretë të festivalit. Domethënë, për 2 ditë unë mora këngën, ne kryem një regjistrim me Jetmirin, edhe ishte diçka, unë këngë nuk është edhe se e kisha mësuar shumë mirë, se ishte vetëm 2 ditë që unë po e dëgjoja, edhe tham, po nuk kishim kohë, domethënë ishte pjesa e kohës, sepse mbyllishin audicionet edhe na ngelte kënga pa çuar. E tham ta bëjmë një regjistrim, ashtu si të dali, sa për ide, sa për të bërë një demo, domethënë. Edhe kështu nisi, e dërguam këngën me email, na hec të mbar, edhe na hec të mbar. Edhe ja, kënga u përgjot, edhe ja, ku jemi. Në intervistë. Dhe momentin kur morë përgjigjen që do t'jesh, jetë përzgjedhur në mesin e këngës. U lumturova shumë, pa diskutim. Thash muzika ishte një ëndër e imja që kishte mbetur aty në stërtar, edhe tani është ai momenti që po e nxjerr atë edhe realisht jam shumë e lumtur. A mund të jetë festivali i këngës në RTK për të rikthyer fuqishëm tek muzika? Pa diskutim që po. Unë e pash si një shans jetës shumë të mirë, edhe po mundohem ta bind veten dhe të them që Zergjina është koha jote për ta bërë këtë. Edhe do mundohem shumë që të arrit përcjell gjithçka aq sa unë mundem, do të bëj më të mirën time. Gjithmonë duke qenë origjinale, natyrale siç e thënë. Absolutisht. Okej, dashur, faleminderit shumë për kohën që gjete, sa mirë që erdhe deri këtu. Suksese shumë në festival. Shumë faleminderit. Javën që vjen data po ofrohet. Po. Do të prezantosh të njëjtën, uroj që të prezantosh prapë, se këta që prezantohen më andej, do të thënë janë selektu për me vazhdu tutje. Por që paraprakisht do të kemi edhe prova gjenerale, më duket, me fillimin e javës në prag të natës së parë. Po, fillojnë me datat 3, 5 edhe pastaj çdo ditë. Çdo ditë deri tek netet e kur të fillojnë të festivalit. Super. Unë kreatoren të gjeta për me dvesh, kështu që Vjoca la pashtica shumë e famshme. Shumë suksese dashur, jemi prap, takohemi prap. Pa diskutim. Faleminderit për ftesën.